Përshëndetje njerëz, mi si keni ardhur në një tjetër episod Gojë të Miletit. Këtë herë në Gojën e Miletit ka rënë modelja Oriola Marashi, pasi të gjithë janë shqetësuar se si një modele si ajo mund t'i futet tregut të muzikës. Ajo ka debutuar në industrinë e muzikës me këngën dhe videoklipin e saj të parë, Papi Kalma. Me sa duket, nuk janë qetësuar të gjithë dhe ka nisur të bëjnë një lloj kritike ku në këtë vend të tregojnë të tjerët se çfarë duhet të bësh, apo kopjon, a ke zë, a ke aftësi, a i ke të gjitha komponentët për të bërë dikushin në një fushë të caktuar. E ndërkohë, këto komentet e pakta që vinë në rrjetin social të Oriolës, le të themi, nuk janë pritur aq mirë nga kjo e fundit, por edhe nga familja e saj, ai sa janë detyruar e them në thonjza pasi askujt nuk kemi pse t'i japim shpjegime, por këtë herë e kanë bërë. Të jemi sinqert, Oriolën e kam njohur përpara se të bënte kjo që është sot, një bish e modelingut. E kam njohur ku kam qenë në universitet, ku kryeja studimet për gazetari në një universitet privat këtu në Tiranë. Asa kohë u organizua një aktivitet kulturor dhe Oriola erdhi aty, me sa duket asa kohë ka qenë studente në liceun artistik, pra nuk është si këto sorrat që dalin nga hiçi, prandaj po e bëj edhe këtë video për të kuptuar një herë në mirë që nuk duhet gjykuar apo paragjykuar tjetri që po bën diçka që ka lindur, le të themi, në mënyrë kaq të papritur. Aty u njoha për herë të parë me Oriolën një vajzë thjesht ku le të themi këndoi disa këngë të zhanrit klasik. Vite më vonë, Oriola u shndërrua një nga modelet më të suksesshme që ka tregu jon shqiptar. Por nuk u bë këtu, u bë jashtë ku vlerësohet dhe ka meritokraci. Ajo është imazh i markës Guess. Ka sfiluar dhe ka qenë imazh edhe për Dolce Gabbana, për Givenchy, për marka që shqiptarët denden duke i blerë imitime të tregut çam. Por ndërkohë, Oriola përgjatë këtyre viteve i ka ngjitur hallkat step by step, duke qenë imazh pothuajse i çdo brendi këtu në Shqipëri, duke qenë imazh i fustanëve të nusërive për markat më prestigjioze në Kosovë, por edhe jashtë. Ajo është një nga modelet më të paguara dhe një nga modelet më të kërkuara edhe nga Turqia. Në Dubai kemi parë her pas here ku reklamon veshje, por kryesisht në Turqi ajo është një nga modelet më të kërkuara dhe një nga modelet që ka vënë një bazament. Por me sa duket, Papi Kalma, që ajo vjen në një mënyrë bombastike, shpërthyese me një videoklip që ja kanë zili dhe ilçon gojë ujlëng të gjithë aty që i shikojnë, pas disa komente që videoklipi i saj është një lloj frymëzimi nga Beyoncé dikur që kishte videoklipin Crazy in Love me Jay-Z. Por nuk do shpikim bombën, sigurisht Oriola është më bombastike, ka ardhur në stilin e saj, do të vi me sa duket me një tjetër këngë balad që shqiptarët kuptojnë një herë mirë që ka zë, por që ka zë, këtë i kemi dëgjuar, janë shpërndar dhe videot ku ajo ka kënduar muzikën klasike, ajo është një mezzo soprano, por vlerësimin për potencialin e saj të zërit e ka dhënë dirigentja dhe një nga ikonat e muzikës klasike në vend zysh, Suzana Turku, ku ka treguar mbështetjen dhe i ka urua rrugtim të mbar Oriolës në këtë që ka nisur. Pra në këtë vend ku të gjithë të tregojnë ke apo nuk ke talent, në këtë vend ku të gjithë merren me ty dhe nuk bëjnë punën e tyre, Oriolën mos e harrojmë që ka qenë edhe modele në videoklipin i cili është xhiruar në Shqipëri para shumë vitesh e që ka afërsisht 900 milion shikime. Fjala është për videoklipin Mama të Jonas Blue e William Signe, që është regjistruar në jug të Shqipërisë. Pra Oriola nuk ka ardhur nga hiçi, i ka prekur step by step, ka qenë në videoklipe, ka qenë në backstage, është një modele me një karrierë të suksesshme, ka studiuar në lice, është një mezzo soprano, por sigurisht ne si popull jemi të gjithë profesionistë në atë që bëjmë dhe në atë që komentojmë. Por dikur nëna e Oriolës, një nga psikologet më të vlerësuar dhe më të arrirë në vendin tonë, ka treguar që Oriola ka studiuar 9 vite për muzikë klasike, është mezzo soprano, ka dhënë disa koncerte me maestrën Suzana Turku.
Ajo është prehur që mendon që ka zërin më të mirë. A mendon që vajza e saj ka zërin më të mirë, kështu e kanë thënë mësuesit, që është një nga zërat, e duke që në këtë intervistë së kohe, ka thënë që pengu i saj më i madh është që të shoh Oriolën sa më shpejt me muzikë klasike. Por sigurisht Oriola do të vinë atë çka janë ndjen shpirti dhe është pritur në mënyrë masive nga të gjithë kolegët, të gjithë e dim që ka bryla, por këtë herë jo për Oriolën. Është mbështetur nga gjithë artistët si në Kosovë, por edhe në Shqipëri si Dafina, por edhe artistët e tjerë në mënyrë masive kanë mbështetur dhe i kanë uruar suksese dhe e kanë mirëpritur në grup. Kjo tregon që ka një lloj njohje dhe e din që Oriola nuk është kot në këtë treg, pra komentet që bëhen për të janë thjesht komente fake dhe komente pa sens dhe komente pa vlerë, pasi rrugtimi Oriolës nuk besoj se do të ndaloj për këto kritika dhe nëse do të ma merrte një këshill nuk duhet t'i marri kaq shumë afër zemrës, pasi ajo është e vjetër në këtë industrinë e showbizit, e din se si funksionojnë gjërat, ka qenë dikur pjesë e një nga grupeve apo grupit le të themi më të fuqishëm të rapit në vend, e sigurisht këto komente duhet t'i lënë për jashtë dhe të mos si ngarkoj veten, pasi siç u shpreh në fillim, ka një lloj tendence për të dhënë llogari por kujt duhet t'i japim. Puna flet vet, Oriola bombastike bish në videoklip, sigurisht që do të kemi edhe raste për ta parë ndoshta në projekte apo dhe në muzikë që do t'i dalin në pas zëri i saj, edhe atëherë ata paksa që komentojnë ku do ta fusin gishtin që shtypin tastierën në gojë. Oriola Marashi, nga ana tjetër, është edhe një nga femrat më të bukura shqiptare. Kjo sjell edhe një lloj promovimi të Shqipërisë, pasi në Facebookun e saj që ka afërsisht 900.000 ndjekës, padyshim ka dhe komente, ka dhe suport nga të gjitha modelet që ndër vite Oriola ka bashkëpunuar. Kjo nga një herë tjetër tregon që Oriola nuk është një produkt kombëtar, për vitesh ka kapërcyer këtë prag dhe është vajtur ndërkombëtar, ku kam parë pafundësisht blogere, modele, njerëz të medias, njerëz të muzikës, të huaj të pafund që e kanë komplimentuar dhe i kanë uruar suksese në këtë rrugtim të ri. Por me sa duket, disa kokboshe këtu në vendin tonë për të nxjerrur ndoshta atë vrerin apo për të nxjerrur ndoshta të keqen e ngecjes që ka jeta e tyre, ku nuk bëjnë asgjë, vetëm rinë atë tastierën e telefonit të thyer ndoshta me xham, por rinë atë kafenen 500 lekëshe dhe komentojnë dhe japin analiza për çdo gjë. Kjo nuk bën këtu, ai nuk bën atje, ky është degenerim, ai është kështu e kështu, e jetën e tyre e kanë çorb dhe nuk e kanë kërkundi mbaj. Ndaj për mua, Oriola është në rrugën e duhur dhe padyshim që e ka mbështetjen e të gjithë atyre që e pëlqejnë dhe kanë vesh për të dëgjuar dhe për të shikuar muzikë. Nuk është Oriola që është futur rrugës së muzikës papritur, por e ka këtë backgroundin dhe ka treguar të muzikës klasike, por halli atyre që vijnë nga hiçi dhe bëhen dikushi, ky është problemi që ndoshta duhet analizohet. Por edhe në këtë rast mos bie në kundërshtim me veten time, suksesin nuk ta fal askush. Suksesin do ta paguash dhe do ta marrësh. Nëse punon, sigurisht që do të vlerësohesh. Por në një vend si ky yni, ku ne bëjmë llogari për çdo gjë dhe pak a shumë vitet e fundit është kthyer si një lloj manie ku dikur të gjithë studentët shkonin për drejtësi e sot thuhet që të gjithë po bëjnë këngëtar, kjo nuk është e vërtet, pasi është edhe tregu ata që i seleksionon dhe i hedh tutje. Kemi parë dhe personazhe që kanë dalë nga formate që u shkrin, edhe personazhe me zë birbil që kanë dalë nga formate të muzikës që janë zhdukur. Kjo nuk do thotë dhe e një herë tjetër që Oriola po i zë vendin dikujt apo jo. Oriola është aty me punën e palodhshme që ka bërë, me vitet mbi supe, me eksperiencën e jashtëzakonshme dhe padyshim pas Papi Kalmës duhet të vi një këngë balat për t'u mbyllur zërin gojëve të liga. Mos harroni të komentoni dhe të ndiqni faqen tonë Koha Jo në YouTube për të parë këtë video, por edhe të tjera.